Ja ku jemi rikthyer në studio, do të themi mirëmëngjes publicistit Ismet Azizi, I cili vjen nga Kosova, është bashkuar me ne në studio sot për të folur për një çështje të cilën ne shqiptarët pak e njohim. Këtu në Shqipëri, po edhe në Kosovë e njohim pak. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirëmëngjes. Faleminderit që e pranove ftesën, do të flasim për Sanxhakun. Po çfarë popullsie, çfarë është Sanxhaku vetvete? Unë s'pare kësha përshkru ku gjindet Sanxhaku, se kemi problem gjithë, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Sanxhaku është, s'pare të them Sanxhaku, I vetëmi Sanxhak, nga vilajeti I Kosovës dhe vilajetet tjera në gjatë periudës osmane, kam betë ky territor me këtë emër. Që është emër turk, që ka në kuptimin e flamurit e kështu me radhë. Është një krahin që ndodhet në mes 4 shteteve, edhe 5, të themi tash. Mes Bosnës, Malit Zi, Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë. Shqipërisë pse, kur s'kemi kontakt fizik? Po, Shqipëria preket me Sanxhakun. Preket me Sanxhakun, do më hanë kufizohet. Plava dhe Gusia, që është në kufi me Shqipërinë, tash, kove të fundit, pas Kongresit Berlinit, kam betë në kodrë të Sanxhakut. Rozhoja është vendbanim shqiptar që ndodhet në Malit Zi, por është në kufi me Kosovën dhe një pjesë e Malit të Zi kufizohet me... Jemi duke parë dhe hartën. Po, unë e kom sjellë dhe hartën, dhe shihet kjo hartë, atje Shqipëria, kjo pjesa veriore Shqipërisë. Te Plava dhe Gusia, aty fillon Sanxhaku, vazhdon, e shihni një vi që e ndan Sanxhakun në 2 pjesë. Domethënë është një pjesë që ndodhet në Malit të Zi dhe një pjesë në Serbi. Se mbeti në Serbi? Po shikoni, Sanxhaku deri në Kongresin e Berlinit ka qenë si Sanxhak I ka takuar pjesëve të ndryshme, herë të Bosnës dhe herë të Kosovës. Se shpjegimin e ka dhe të emri, Sanxhaku është... Sanxhaku është term administrativ I perandorisë osmane. Do të thonë është më I ulët, me shkallë më të ulët në administratë se sa vilajeti, por më I lartë se sa rrejti si janë qujtë, tash të më kujtohet s'ka shumë rëndësia, jo? Dhe që nga atëherë kam betë në pjesë e vilajetit Kosovës. Shka do të thotë, nga jo ko, lidhet mes Kosovës dhe Sanxhakut kanë qenë shumë të përtrira, por nuk do të thotë që nga atëherë. Sanxhaku gjithmonë ka qenë I banuar me fisë e Ilirë, me fisin Dardan, që të regoj të gjeturat në qytetin e Novi Pazarit, Pazarit të ri që ne e quajmë, vendbanimet në Peshter, ku edhe sot ka shqiptar, janë gjetur të mbetura nga koha e neolitit, koha e bronzit, dhe nga autorët sërbë, jo nga autorët shqiptar, që tjetë ma bindse, thuhet dhe është vërtetuar se kjo pjesi ka takuar Dardanis. Do më hanë pjesi Dardan ka jetu në këtë pjesë të Balkanit, themi pjesës që... Po çfarë popullsie ka sot? Çfarë janë ata? Çfarë quajnë veten ata njerëz? Janë bosnjak? Apo shqiptar? Janë musliman? Si është përkatësia dhe fetare? Deri popullsia është e përzier, kemi të qartë, por 60% e popullsisë së Sanxhakut, në një territor prej 8000 km2, mbi 8000 km2, 60% janë musliman, domethënë përkatësisë islame. Etash, sa herë të flasim për Sanxhakun të përkatësisë islame, musliman, që ata tash e quajnë veten bosnjak, kemi të bëjmë me shqiptarët. Po pse quajnë veten bosnjak ata? Po quajnë veten bosnjak sepse me kalimin e kohës ata janë asimiluar, themi kështu, jemi të qartë. Ka ende shqiptar, që ndinë veten shqiptar, deklarohen shqiptar, sidomos në rafshnaltën e Peshterit, në mes 3 komunave shumë të mëdha të Sanxhakut. Në mes Sjenicës, Tutinit dhe Novi Pazarit ekziston tash një komunitet që ata zakonisht e quajnë veten Peshteras, janë shqiptar. Ne I kemi vizituar, unë vazhdimisht jam në kontakt me ta dhe flasin gjuhën shqipe, natyrisht gjenerat e vjetra, gjenerat e reja kanë harru, sepse s'kanë pasur si ta kultivojnë gjuhën shqipe. Ju jeni pjesë e një shoqare që quhet Kosova për Sanxhakun. Çfarë bëni? Mund ta krahasojmë për shembull Sanxhakun me Luginën e Preshevës? Jemi në të njëjtin nivel pakice shqiptare? Faleminderit shumë. Ju tamam e keni prek diçka që të tjerët nuk e prekin. Kur flasim për Sanxhakun, do të nënkuptojmë që jemi të folë edhe për Preshevën, Bjanosin dhe Medveçin. I njëjti tretman është. Shqiptarë janë ata, shqiptarë janë ata. Duhet ishte? Duhet ishte. Dhe them të drejten, një përgjegjësi e madhe është edhe e Luginës,
udhëhecëve politik të Luginit, sepse në Serbi, pakicat kombëtare e kanë një avancim në administrim, në administratën lokale, sepse e kanë një mundësi edhe ekziston ajo, e formimit të këshillave kombëtare. Do të thotë, në Serbi, përveç shqiptarëve që kanë këshillin kombëtar nacional, shqiptarëve e kanë këta të Sandxhakut e kanë këshillin nacional bosnjak. Ne si shoqat, Kosova për Sandxhakun, duke parë të asyshme që neve kontaktet në kanë humbur me Sandxhakun, rrethonat kanë sjell në atë që nga viti 1990, pas mbylljes së Universitetit Prishtinës, kur studentët nga Sandxhaku kanë studuar në gjuhën serbokrate, kanë studiuar në gjuhën serbokrate atëherë, ata është dashur të ndërprejnë kontaktet me shqiptarët sepse neve na kanë larguar nga universiteti, nga objekti i universitetit. Dhe për një herë vjen të ndarja e studentëve, shqiptar dhe sanxhaklijve. Domthon ai kontakti fizik. Në 90-ën ka 27 vjet që u ndërprej, Që ju ndërprej kontaktet. Ata mandej janë transferu në Mitrovicën e Veriut, fakultetit janë transferu. Në vitin 1999 tash, kur përfundon lufta në Kosovë, ata tërhiqen Universiteti i Prishtinës, që ka qenë administruar nga serbët, dhe shkon në Mitrovicën e Veriut, një pjesë në Nish, Kragujesku, ta diun, dhe sanxhaklijt largohen nga Kosova. Që për ta ka qenë Kosova qendër ku ata janë shkolluar dhe janë studuar, sepse në Sanxhak, në Novi Pazar, kryeqytetin më të madh të tyre, nuk ka pas as shkollë të lartë deri në vitin 1990. Ta keni parasysh. Domthonë kanë qenë të diskriminuar. Edhe ishin të detyruar edhe nga afërsia gjeografike të vinë në Kosovë. Dhe normal ata kanë qenë gjithmonë të lidhur me ne, kontaktet kanë qenë të vazhdueshme. Sa është avancuar Shqipëria dhe Kosova në aspektin administrativ, pavarësimin, ata kanë mësuar më shumë. Çfarë bën aktualisht Kosova dhe Shqipëria për këtë krahin? Po themi shumë pak. Këtu është edhe arsyeja e themelimit të shoqatës. Ne punojmë në atë drejtim që ta sensibilizojmë dhe ta njohmi institucionet edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë me gjendjen në Sanxhak. Kemi bërë shumë. Është e vërtetë kemi bërë shumë. Unë me kolegët e mi bashkëpunëtor që i kem nga gjitha viset, jo vetëm nga Prishtina apo Sanxhaku, ne kem në kryesi edhe nga Sanxhaku, nga Novi Pazari, kem profesorin e historisë Recep Shkrel, kemi nga Rozhaja Ali Daci, një veprimtar shumë i madh shqiptar, kemi nga Kuksi Jonus Kolën, antar të kryesisë. Po ta krahasojmë trajtimin që Malizi bën shqiptarëve në Rozhaj dhe Serbia këtyre të Sanxhakut. Si është, mund të bëjmë një krahasim? Mund ta bëjmë krahasimin, ata janë në gjendje të njëjtë thuajse. Nuk e kanë përkrahjen që duhet ta kenë nga shteti. Rozhaja dikur me 13 shkolla fillore, ta keni parasysh, ka rënë në një shkollë fillore me 30 nxënës. Është të merrmi shumë. S'ka interes apo? Jo, nuk është që s'ka interes. Interes sigurisht se ka, Është diskriminim? sepse ata të gjithë janë me shikoni. 60% e popullsisë së Sanxhakut janë e quajnë veten bosnjak. Po në mesin e tyre po të them që për tash nuk ka statistika sakta, por e tërë popullata e Sanxhakut që janë bosnjak janë me prejade shqiptare. Janë të fisit kelment, që nga lashtësia, dhe më thënë, kur nuk ka pasë ndërprerje të asaj treve të banuar me shqiptare. Po si u trajtuan? Edhe kur është formu shteti sërbë, Rashka, në qytetin e sotshëm të Novi Pazarit, kur është formu shteti vjetër Rashka, kur kanë ardhur sllavat në shekullin e 7, i kanë gjetur shqiptarët aty. Kemi sinqert. Sot i kemi në literaturën serbe. Pretendojmë ne apo? Jo, shkenca e thotë. Okej. Kur kanë ardhur sllavat kanë depërtuar në luginën e lumit Ibër, i kanë gjetë banorët e vjetër aty. Çka e dëshmon? E dëshmon se të gjitha toponimet që ndodhen në Sanxhak janë në prejade shqiptare. Nuk e themën këtë, e të shkenca serbe. Lumi Rashka, arjen nga fjala ras. Ata e thonë. Lumi Peshter, rjen nga fjala shqipe ter i rënd, tërsi e rënd. Se ka mungesë të reshurave. Është rafshnal që kanë problem gjithmonë me të reshura shiu. Është lumi Vapa, liçeni Vapa. S'ka të ndryshë si tjerë. Lumi Ibër, i Barë, ata e spjegojnë. Tani, si u trajtuan banorët apo popullsia shqiptare Sanxhakut pas luftës dytë botërore, kur u kriju Jugoslavia? Shikone, them kështu, jo vetëm nga Jugoslavia. Problemi i Sanxhakut dhe Kosovës... Jo, kur u krijua, them unë, si u... Unë po ndalem te vitin 1912. Okej, më herët akoma. Luftrat ballkanike, kur Turqia dobësohet dhe fillon depërtimi i serbëve në
Sanxhak dhe në Kosovë. Sanxhaklit edhe Kosovarët edhe tërë populli shqiptar në depërtimin e ushtrisë sërbe me dobësimin e Turqisë në Sanxhak e ndjen okupim të Sanxhakut dhe të... U pushtuan, po. është pushtu. Thjesht është pushtu. Dhe jo, sikur se dikush që pretendon, disa autorë sërbë, se e kanë prit me knatësi hyrjen e trupave sërbe. Përkundrazi është luftuar dhe ka pas viktima edhe në marrjen e qytetit të Novi Pazarit. Ta them saktësisht, popullsia është tërheq me ushtrinë turke, aq sa ka pas osmane, edhe pse ka qenë shumë e dobët, por Sanxhaku Novi Pazari nuk ka mund më mbrojt nga serbët dhe është okupuar. Por të merrin më të madh e kanë bërë malazezet në territorin e Sanxhakut në këtë kohë. Përveç që kanë depërtu, kanë fillu me njëherë kanë fillu çarmatosja, sepse është ditë që Peshterasit, si luftëtar të kahmot shumë, me të kaluar shumë të pasur, dhe qëllimin e parë kanë pas me çarmatos dhe kanë bërë aksionin e çarmatosjes Peshterasve dhe këtu edhe fillon dhuna dhe tortura dhe fillon presioni dhe shpërngulja e shqiptarëve. I kanë zhvendosur? Janë zhvendosur në drejtim të Kosovës, edhe Shqipërisë, kemi raste edhe në Shqipëri, por pjesa dërmuese në Turqi. Sot janë 600.000 banor, 400.000 banor, 60% janë musliman. Mbi 300.000, afër 300.000 sanxhakli sot jetojnë në Sarajevo. Nga vitin 1912 e këndej, vazhdimisht ka qenë territor që ka migruar në drejtim të Kosovës, Turqisë, Maqedonisë, kemi shumë në Shkup, që kanë mbetur rrugës për me shku në Turqi, dhe një pjesë për shkak gjuhës, që ata veç kanë filluar ta flasin gjuhën slave. Cili do jetë aksioni i radhës Ka shku në Sarajevo. Cili që do bëjë shoqata Kosova për Sanxhakun? Çfarë do ndërmerrni që ta sensibilizoni? Ne jemi të zhvillu aktivitetet vazhdueshme, nuk i kemi ende 2 vite kur e kemi themelu shoqatën, dhe kemi portalin ton, Kosova për Sanxhakun, në 2 gjuhë, do me thënë, këte kemi bërë me shumë me plan që njerëzve që nuk din Shqip, dhe ndin vetër shqiptar të kenë ku mu shprej. Dhe këtu, kjo veç që ka dhënë rezultatet e para, kontaktet nuk mungojnë, sot i kemi afër 10.000 antarë të shoqatës, të cilët vazhdimisht jemi në kontakt nëpërmjet portalit të shoqatës dhe rrjeteve sociale të cilat neve po na mundsojnë shumë. Ka fakte dhe ngjarje që duhen patjetër të zbardhen? Patjetër se po. Historianët, gjanat, kthehemi pak mbrapa, prap te faji jonë. Gjanat e vjetra, profesorët që kanë ditë dhe kanë shkru në kohën e komunizmit për Sanxhakun, megjithatë diçka kanë dhënë, por nuk kanë pas guxim që të hyjnë studime pak më detale, por dihet shumë pak a shumë për Plavën dhe Gusi, për Peshterasit, për Ashnantin e Peshterit, për Bihorin, një krahin ku, këte duhet ta them patjetër. Bihori pëson një ngjarje që deri me ngjarjen e Srebrenicës nuk ka ndodhur nga dishun ballkanik. Pse? Kur? Vitin 1943. Gjatë luftës së dytë botërore. Gjatë luftës së dytë botërore. Gjithmonë Serbia dhe Malizia kanë pas qëllimin edhe kuçitjera, kemi sinqert. Edhe gjermanët, edhe austro-hungarezët, bile edhe kroatët, është shumë interesant, që dhe kroatët kanë pretenduar me marrë Sanxhakun. Sanxhaku qëndron në mes, unë në fillim e thash, në mes këtyre është një pikë, një region shumë strategjik nga dishun ballkanik, ku të gjitha fuqitë përreth shtetet pretendojnë të ta kenë në kontrollin e vet. Ç'ndodhi me Bihorin? Në vitin 1943 ka qenë një zonë neutrale që dihet që në atë kohë ka qenë ndarë Sanxhaku edhe Kosova edhe gadishulli Ballkanit kanë 3 fuqitë okupuese, gjermanët, italianët dhe bullgarët. Gjermanët dhe italianët e kanë pas një zonë në Sanxhak që ka qenë neutrale. Në atë zonë neutrale me ndihmën e italianëve, me lejen italianëve, depërtojnë forcat çetnike dhe shkaktojnë viktima, dhunë, terror, shfarrosje të popullsisë së Bihorit. Sipas një komisioni të qeverisë të Tiranës, atëherë diku janë, do të thonë ata kanë përshkruar vetëm gjendjen, kanë gjetë vetëm gjendjen që kanë përshkruar në Bihor, por tërë lugina e lumit Lim, që përmenda në fillim lumi Lim, e ka marrë emrin nga fjala shqipe lum, nga lum,
janë 5.000 të zhdukur, të vrarë, të masakruar, të dhunuar. Nga partizanët? Nga serbo-qetnikët. E tash, gjithmonë në, shikone, kur është të qetnikët kur thua serbo-qetnikët, që ta kuptojnë janë nacionalistët serb që ju bashkuan, që luftuan për krah gjermanëve? Jo, ata kanë qenë edhe me gjermanë, që kanë ndryshu. Nuk kanë qenë gjithmonë me gjermanë, edhe ata kanë pas probleme me gjermanë, por e kanë shfrytzu atë treva aty. Por, çka ka ndodhur? Në raportet qetnike që ja dërgojnë komandës së tyre, Draža Mihajlović që ka qenë komandant i forcave qetnike, flitet për një numër deri 9.000 e diçka persona. Të vrarë. Të vrarë. Vele e shumë mirë, thot në raport, thot 1.200 thot janë të fuqi luftarake, dhe më thonë tahtë për luft, luftarak, të tjerat e ngrah mi. Kështu është në raportin qetnik. Por e keqja është që kjo ka ndodhë pas një ngjarje tjetër që është ndodhur në Novi Pazarin e Ri, këto është esenca e krejt shoqatës dhe hulumtimeve të mia që unë merrem dhe vazhdimisht jap detale publikoj, është ngjarja e gjatë luftës së dytë botërore në Novi Pazar. Novi Pazari është një qytet që i ka 3 emra. Jeni Pazar, Pazari i Ri dhe Novi Pazar. Në gjithë gjuhët. Ka qenë Jeni Pazar, ne shqiptarët i quajmë Pazari i Ri, serbët i quajnë Novi Pazar. Novi Pazar është qendër e Sanxhakut dhe gjithmonë qëllimi ka qenë me marrë qytetin e Sanxhakut. Në qytetin e Sanxhakut vazhdimisht kanë jetuar shqiptarët. Kemi dhëna shumë të reja, të sakta që kanë migru prej Kosovës në Novi Pazar. Shumë familje. Vetëm nga Gjakova, të dhonat që unë i kum hulumtu nga publikimet e Akademisë Sërbe, janë 60 familje që kanë migru 200 vitet e fundit gjatë kohës e perandërisë osmane. Nga Kosova. Nga Kosova. Nga Gjakova. Njeri prej tyre është edhe familja Blytaj, familja Jahjaga, atje i kanë marrë mbiemra të tjerë. Kemi mbiemra Gjakovac, që e ka kuptimin Gjakova, dhe mbiemra të tjerë. Për shkak me humb trag gjurmët, që mos më di që janë nga Kosova, se gjithmonë kanë qenë në sytë keq. Kemi sinqertë, qëllimi kryesor ka qenë i pushtetit sërb dhe marazes me pastru këtë region, me pas në kontrol edhe me pas dalë. Po si arritën? Nuk kanë arritë. Ne të falenderojmë që erdhe nga Kosova dhe folëm për një çështje që pak njihet në Shqipëri, folëm për Sanxhakun dhe Pazarin e Ri.